Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga kapslloku, pini një lugë nga kjo përzierje dhe do shpëtoni një herë mirë. Hulumtimet kanë treguar se konsumimi i përditshëm i vajit të ullirit mundet të ndihmojë në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, sulmit në zemër dhe goditjes në tru, diabetit të tipit 2, çrregullimeve njohëse dhe llojeve të ndryshme të sëmundjeve të këqija. Vaji i ullirit njihet për aftësinë e tij për të rregulluar nivelet e presionit të gjakut, për të lehtësuar dhimbjet e veshit, simptomat e artritit, për të përshpejtuar shërimin e plagëve dhe për të qetësuar djegjet. Hulumtimet gjithashtu kanë treguar se njerëzit të cilët konsumojnë vaj ulliri çdo ditë përjetojnë ndryshime pozitive në punën e sistemit tretës. Kapslloku është një nga çrregullimet më të zakonshme të tretjes dhe vaji i ullirit është treguar efektiv në zbutjen e të gjitha çrregullimeve të tretjes. Ekspertët theksojnë se mjafton të hani një lugë gjelle vaj ulliri çdo ditë. Nëse ende vuani nga kapslloku, hani një lugë vaj ulliri me frutin tuaj të preferuar. Nëse vaji i ullirit ka një shije shumë intensive për ju, atëherë ju duhet të përzieni një lugë gjelle vaj ulliri me një gotë ujë të vakët, lëng portokalli ose kafe. Mundet të përzieni edhe limonin ose qumësht të ngrohtë. Limoni është gjithashtu të është efektiv edhe për lehtësimin e kapsllokut. Nëse vaji i ullirit ka një efekt pozitiv në shëndetin e të gjithë sistemit tretës, ai në të njëjtën kohë parandalon edhe në përthithjen e kolesterolit të keq dhe madje mundet të lehtësojë urthin, uljen e oreksit dhe nxitjen e ngopjes. Fal konsumimit të ushqimeve të pasura me fibra është roli kyç për parandalimin e kapsllokut. Kapslloku është një nga problemet më të zakonshme tretëse. Shkaktohet nga ndryshimet në shprehjet e zorrave që e vështirëson hedhjen jashtë të mbetje urinave. Poste lasheve me zorrët, kapslloku nxit edhe dhimbja abdominale, gazra dhe ndjenjë të përgjithshme të parehatisë. Si pasojë, fal helmeve të cilat mbesin në zorë, shkaktohen komplikime të cilat kanë nevojë për vëmendje mjekësore. Konsumimi i shurupit natyral është një ilaç natyral kundër kapsllokut, ndihmon në nxitjen e lëvizjes së zorrëve duke e bërë më të lehtë jashtëqitjen e thatë dhe gjithashtu nga ana tjetër, ai mundet që të përgatitet duke përzier kumbullat me lëngun e limonit, dy përbërës të cilët janë të pasur me fibra dhe po ashtu kanë efekte kundër inflamacionit. Për vite rresht, kumbullat janë përdorur si ilaçi më i njohur dhe zgjedhjet më të mira kundër kapsllokut dhe ilaç për tretjen e ngadalshme. Jo vetëm se promovojnë lëvizjen e zorrëve, por njëkohësisht reduktojnë edhe inflamacionet dhe acidet, posedojnë edhe sasi të mëdha me fibra, nutrient që jashtëqitjes i japin volum dhe e bëjnë më të lehtë kalimin nëpër zorë. Janë ushqim probiotik që qelizat e përdorin si derivate. Përbërësit janë 10 kumbulla, lëngu i një limoni, gjysma e gotës ujë, blender dhe kavanoz me kapak. Përgatitja: shtoni kumbullat në blender dhe më pas shtoni lëngun e një limoni dhe gjysmë gotë me ujë. Procedoni përbërësit për 2 ose 3 minuta për t'i siguruar se janë përzier mirë. Kur përmbajtja është e butë dhe e trashë, ruani në kavanoz dhe ruani në frigorifer. Si ta konsumoni? Në qoftë se rregullisht vuani nga kapsllokku, konsumoni 3 lugë shurup para kafjallit, 3 lugë në drekë dhe 2 lugë pasdite. Nëse gjendja juaj është kronike, konsumoni doza më të lehta. Për të parandaluar kapsllokun, merrni 2 ose 3 lugë në ditë. Amerikanët shpenzojnë më shumë se $250 milion në vit për të zgjidhur problemet me kapsllokun. Kjo ndodh për shkak se nuk hanë shëndetshëm dhe janë të dehidratuar.
Ne po ju tregojmë disa mënyra të shpejta se si ju të shpëtoni nga kapslloku. Pini çaj me limon dhe mjalt. Përgatisni një çaj duke shtuar mjalt dhe limon në ujë. Mjalti është qetësues dhe gjithashtu ndihmon për të zvogëluar thartirën e çajit të shkaktuar nga limoni. Limoni vepron si stimulues natyral për sistemin e tretjes dhe ndihmon edhe në largimin e toksinave nga trupi. Pini shumë ujë. Burrat duhet që të pinë të paktën 3.7 litra lëng dhe gratë 2.7 litra në ditë. Kjo për shkak se jashtëqitja e fortë është shkaku më i zakonshëm i kapslokut dhe pirja e mjaftueshme e ujit do ta mbajë trupin tuaj të hidratuar siç duhet dhe do ta bëjë më të lehtë kalimin e jashtëqitjes. Uji dhe lëngjet e frutave janë më të mirat për të luftuar kështu kapslokun. Lëngjet e dardhës dhe të mollës janë laksativ të butë dhe natyral. Kështu që ju do të bëni të mirë të dini se çfarë duhet të zgjidhni. Shmangni pije me kafeinë dhe sodë, pasi ato janë diuretik dhe në vend që të hidratojnë trupin, ato në të vërtetë lëshojnë më shumë lëng nga trupi juaj. Hani ushqim me fibra. Ushqimi me fibra vepron si një laksativ natyral dhe ju mundet që të përfshini të paktën 20 deri në 35 gram fibra në dietën tuaj. Dhe nga ana tjetër, duhet të konsumoni produkte që janë të pasura me fibra si mollë, fiq, dritrat, krunde dhe fasole të zeza. Farërat dhe arra si për shembull kungulli, susami, lule dielli ose farat e lirit janë gjithashtu burime mjaft të mira të fibrave. Kujdes, mos hani fara liri nëse ju vuani nga çrregullime të gjakderdhjes, probleme të zorrëve ose presion të lartë të gjakut. Nënat shtatzën dhe ato që ushqehen me gjith duhet gjithashtu të shmangin ato. Përfshini kost në ushqimet tuaja, por qëndroni larg produkteve të tjera të qumshtit. Edhe pse këshillohet të qëndroni larg produkteve të qumshtit, nëse vuani nga kapslloku, kosti bën përjashtim. Kosti përmban gjithashtu probiotik si Bifidobacterium longum ose Bifidobacterium animalis, të cilat studimet kanë treguar gjithashtu se ndihmon në shpeshtimin e jashtëqitjes dhe padhimbje. Mënyra se si ju qëndroni ulur në shtëpi ka një ndikim të madh në jashtëqitjen tuaj. Të gjithë ne ulemi me shpinë drejt 90 gradë me kofshët tona. Por, kur kofshët e vithet bëjnë këndin 90 gradë, muskuj që ndodhen në fund të zorrës së trash lodhen dhe nuk lejojnë që zorra e trash të hapet siç duhet. Mënyra e saktë për të ulur është të mbështeteni përpara në mënyrë që shpina juaj të jetë në një kënd 35 gradë në lidhje me kofshët tuaja. Përdorni ngrohtësinë për të lehtësuar dhimbjen. Një kompresë e ngrohtë mundet që të lehtësojë ndjeshëm dhimbjen që përjetoni. Asnjëherë mos vendosni një ngrohtëse direkt në lëkurë. Në rastin e kapslokut ju mund të bëni dhe një dush të ngrohtë me krip Epsom. Pini ujë me sodë buke. Soda e bukës neutralizon acidet e stomakut dhe lehtëson simptomat e urthit për disa kohë. Shtoni 1/4 lugë gjelle me sodë buke dhe një gotë me ujë dhe pijeni të gjithën. Mos harroni se nuk duhet ta përzijeni sodën me ilaçe të tjera për të paktën 2 orë. Ngadalson ritmin në të cilin trupi thith dhe nga ana tjetër mund të ndryshojë mënyrën se si veprojnë pilulat. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku, para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video,
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!